Po nuk është një situatë e mirë, po absolutisht që nuk mund të krahasohet me veriun e vendit. Momentalisht ndodhem në lumin Dunavec, ai i cili paktën në intervistë të mëparshme të kryetarit të bashkisë shpreh se kjo gjendje, pra kjo fryrje nuk ka ndodhur në 20 vite, edhe pse menjëherë në këto momente që flasim kanë mbërritur edhe mjetet e bordkullimit për të bërë paktën për të ndihmuar për të mos u fryrë më tej, pasi flasim për përmbytje plot hektarësh në rast se do të vijonte. Gjithsesi, afër meje të lutem, kam prefektin e qarkut të Korçës, zotin Ertil Jole. Situatë jo e këndshme, në Kolonjë, në Maliq, në Pogradec, ka patur një situatë jo të këndshme. Pa diskutim nuk është situatë e këndshme, por në kushtet e një situate të përgjithshme, edhe për qarkun tonë, prurjet ka qenë jashtë po themi kufirit të normalitetit të viteve të fundit, edhe për këtë pasoj na është dashur të administrojmë disa situata që unë gjithsesi do të kisha quajtur brenda kornizës normale të administrimit të emergjentave civile. Të gjithë strukturat janë në terren, duke filluar nga ato të institucioneve qendrore, nga strukturat vendore të bashkive. Kemi patur disa situata të vogla të inerteve në rrugët dhe akset kryesore, ato janë administruar shumë shpejt. Probleme më të theksuara kanë qenë në zonat rurale, aty ku po themi edhe në ndonjë rast rjeti i infrastrukturës është më i amortizuar, siç mund të jetë ndonjë urë shumë vjeçare, siç është ura e Arzës, edhe ajo e fshatit Çet në njësinë administrative të Mirasit, por këtu sot jemi në fushë Maliq dhe jemi në një situatë po themi ku prurjet e lumit Devo dhe Dunavecit janë në kufit maksimal, nga strukturat e bordit të ujitjes dhe kullimit është bërë një punë maksimale, ata aktualisht janë ende duke operuar me mjetet e tyre, dhe besojmë që në varësi edhe të parashikimeve të ardhshme, ku do të pritet një lloj normaliteti i pjesshëm, kjo do na jepte kohë për të krijuar infrastrukturën e shkarkimit në mënyrë që të mos kemi situata me pasoja më të rënduara. Në rast se moti vijon kështu, rrezikon të rikthehemi në ato pamjet e vetra ku fusha e Maliqit përmbytej? Nuk do ta kisha quajtur, nga ekspertët ata kanë ende një rezervë racionale për të mos menduar që do jetë ky skenari, por gjithsesi nëse prurjet do të kenë një lloj agravimi, mund të ketë edhe një situatë që e prek edhe fushën e Maliqit, edhe mund të shkaktojë edhe disa dëmtime të tokës bujqësore. Në Çet është bllokuar qarkullimi tërësisht, ndërkohë që energjia elektrike si funksionon? 800 familje në mëngjes ishin pa energji elektrike. Aty janë duke u administruar, grupet operacionale të OSHE-s janë duke administruar situatën, po duke qenë se ka edhe një situatë që s'komunikon dot edhe nëpërmjet infrastrukturës rrugore, sepse fshati nuk e ka më të mundësuar këtë aksesueshëm, do të vlerësohet nga ekspertët përkatës për mënyrën se si do ta adresojmë vazhdimisht. Jam mirënjohës. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë një situatë e cila vijon për sa i përket qarkut të Korçës, siç tha prefekti Ertil Jole. Gjithsesi, më problematike është lumi Dunavec Ujeza, pasi siç shihet edhe nga pamjet është i tej fryr, të paktën ashtu thotë edhe kryetari i bashkisë së Maliqit, zoti Gëzim Topçiu, i cili ndodhet në terren, ku shprehet se është në limitet e veta dhe në rast se të paktën vijon ky lloj moti edhe për 3 apo 4 orë me këtë lloj rreshje të rëmbyra, rrezikon që të rikthehemi te skenari i vjetër, atë kur shihni fushën e Maliqit tërësisht të përmbytur.